Fotot me Marion dhe dyshimet për ndarje nga gjesti, reagon për herë të parë Eglitako. Eglitako, një nga finalistët më të përfolura të Big Brother VIP, ka dhënë së fundmi një intervistë në emisionin humoristik Portokalli, që pritet të transmetohet të dielën. Episodi është xhiruar të mërkurën dhe ka ngjallur interes të madh për shkak të pyetjeve që ju drejtuan këngëtares, sidomos atyre që lidhen me jetën e saj private. Egli u pyet për marrëdhënien e saj me Gjestin, me të cilin krijoi një lidhje të ndjerë dhe të komplikuar gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Marrëdhënia e tyre përjetoi ulje ngritje, keqkuptime, xhelozi, por edhe shumë momente të ndjera që prekën publikun. Shumë fansaj përshkruanin raportin e tyre si një histori dashurie të pashpjegueshme, të ndikuar edhe nga presioni i lojës dhe mungesa e komunikimit të drejtë për drejtë. Në një moment me humor, Visjan Uksena e pyeti, a bërgjë me Gjestin, ndërsa Egli u përgjigj me një batutë të shkurtër por domethënëse se u kry çdo sen. Kjo deklaratë u interpretua si një konfirmim i ndjenjave të sinqerta që i lidhin ende. Lidhur me aludimet në rrjet se ajo ka patur një lidhje romantike me trajnerin e fitnessit, Marion, pas disa fotove që kanë qarkulluar në rrjet, Egli vendosi të sqarojë situatën. Ajo deklaroi me ironi dhe nervozizëm të lehtë. Atje brenda gjithë shokët që kisha mi bë të për burra, po dhe jashtë nuk po më lini rehat. Lëri burrat me gratë e tyre në shtëpi, dhe mua me këtë burrin në tentativë që kam. Kjo fjali e fundit la të kuptohet se, pavarësisht zhurmës në rrjetet sociale, Egli vijon të ketë një lidhje të veçantë me Gjestin, por që ndoshta është ende në fazë ndërtimi dhe qartësimi jashtë shtëpisë së Big Brother VIP. Ajo nuk e mohoi romancën, por as nuk dha një përgjigje të prerë për statusin aktual të marrëdhënies së tyre, duke lënë hapësirë për interpretime të mëtejshme nga fansat. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!